Arti për mua është krijimtari, është gjeneza e emocioneve dhe pa emocione nuk mund të ketë art. Kur unë dëgjoj fjalën art, është si të thuash, nuk ka limit. Arti për mua, ashtu si dhe e bukura, kanë një lidhje të veçantë që do të thotë e bukura nuk ka fund asnjëherë. Piktura për mua është një kompozim emocionesh në telajon e bardhë, që idetë që gjithë secili prej nesh artistëve ka, e shpalos në telajon e bardhë. Mbrëma nga këpucët e jetës, e kemi nisur këtë mbrëmje me një mendim të shkurtër për artin nga një piktore shumë e talentuar, jo vetëm piktore, por edhe interior design. Unë kam kënaqësinë ta kem të ftuar këtë mbrëmje Anila Hetoja. Mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se e gjeta, kënaqësi edhe për mua në fakt. Kënaqësi edhe vetëm për faktin që do të flasim për artin, edhe do të bëjmë një rrugtim për jetën tënde, sepse jeta jote është si një film, dhe dua ta them që në fillim këto. Por sepse je edhe një burim frymëzimi. Dhe do ta kuptojmë gradualisht pse them këto. Por pa humbur kohë, dua të kthehemi pas në kohë dhe dua të të pyes si ishte fëmijëria jote, e lindur në qytetin e bukur të Shkodrës. Po. Ka qenë një fëmijëri e bukur në fakt. Kemi qenë fëmijë të lumtur në atë kohë. Përtej pamundësive që ishin ekonomike si çdo fëmijë. Tani që jemi rritur e kemi kuptuar. Por ishte e bukur sepse jemi rritur mes pallatesh, jemi rritur në përfshatra, në qytet, mes detit, mes maleve, kemi lozur shumë, kemi punuar gjatë kohës së verës, gjatë pushimeve verore, ato këpucët të jetës, ne kemi vlerë vetë që në fillim. Dhe kujtoj nga fëmijëria që buzëqeshja qeshja shumë. Dhe ndoshta nga ajo unë vijoj të buzëqesh, sepse unë them gjithmonë që tek një fëmijë baza janë rrënjët, është familja, edukata që ti ke marrë, apo me sa shumë dashuri ti je rritur. Ne jemi rritur me shumë dashuri nga të dy prindrit e mi, me shumë përkujdesje. Unë kam qenë fëmija i vogël, isha, si thua, mistrecja e familjes, shumë e shkatët si natyrë. Edhe që e vogël, mamaja ime në fakt më ka spikatur që më pëlqente të dizenjoja, të vizatoja, në ato fletore që ishin. Nëse të gjithë blenin nga një fletore, ashtu ishte atëherë, librat një fletore, vizatimit, unë kisha fusja mamin për mik që të blinte edhe një tjetër. Se filloja përpara se të fillonte shkolla, që të dizenjoja, të vizatoja. Pëlqente të vizatoja portrete, që e vogël kisha ato portrete familjarëve të mi më të dashur që i dizenjoja. Mund të kem qenë rreth 6 vjeç. Edhe që aty kam filluar dhe ishte ajo dëshira e brendshme edhe e çuditshme që si ka mundësi unë arrit bëj portrete. Edhe unë imagjinoj vetëm, po i bëj portret se janë njerëz të mi. Dhe tani që jam rritur nuk është ajo. Prandaj them që talenti lind me njeriu. Pra, por e theksoj që pavarësisht që ke talent, nëse nuk punon me kalimin e viteve, ngelet aty një talent ose thjesht një pasion. Megjithatë ti nuk dorëzohesh. Po. Unë thash pak jep frymëzim sepse rrugtimi i jetës tënde apo këpucët që more në vazhdimsi të jetës tënde pati një shkëputje nga arti. Po. Sepse ti vjen dhe studion në Tiranë për një deg që nuk ka lidhje me artin. Po, pse ky vendim? Atëherë, unë nga arti nuk jam shkëputur asnjëherë. Pavarësisht këtij vendimi për të vazhduar ekonomik. Ishte i mata i cili ishte ekonomist edhe që këmguli që unë të vazhdoja këtë universitet, pasi e kishte në mendjen e tij ishte që me art nuk shkon larg. Me art nuk është se janë të ardhurat e mjaftueshme për një familje. Pra mendonte si prind dhe kishte drejt. Ndërsa pavarësisht studimeve, unë përsëri fshehur brenda meje, si thuash, ishte si ai vulkani që është brenda dhe mezi pret të shpërthej. Unë artin se kam lënë asnjëherë. Por, a ka pasur një lloj paragjykimi në atë periudhë? Për artistët? Për artistët, sepse përveç kjo që ana ekonomike, që ndoshta nuk të sjell të ardhura siç mund të sjell një profesion tjetër, por kam përshtypjen që brezi jonë ka pasur, apo prindrit tanë kanë pasur edhe pak me paragjykim, po them kështu. Po, e thatë shumë bukur. Paragjykim
Nga prindrit jo, sepse ato më njihnin dhe dinin që edhe mësuesit e orës së artit pamor i flisin me to, i thonin që fëmia juaj ka talent, duhet vazhdoj. Ndërsa për sa i përket, ndoshta rrethit më gjerë, po ishte ky paragjykimi që një artiste, pse artiste, do me thënë për një vajzë, ishte pak, por duke qenë se vi nga Shkodra, nuk është se ishin shumë paragjykues. Por në të vërtet, një hije, një shadow, nëse mund ta them, po ka qenë. Por është ajo thirrja brendshme që të ngacmon dhe që nuk të lërahat derisa ti të arrish aty ku dëshiron, pavarësisht moshës. Dhe Anila mbaron ekonomikun në Tiranë, por vazhdon një rrugtim tjetër larg Shqipërisë këtë herë. Dhe si ishte vendimi dhe shkuarja jote drejt Kanadas për të studiuar pikërisht në një shkollë që ishte thirrja jote e brendshme për interior design. E vërtet. Ishte në fakt kur vendosëm të emigronim si familje, diploma ime njihej atje dhe unë thjesht mund të shkoja të aplikoja për punë dhe pavarësisht vështirësive, unë mund gjeja një punë si ekonomiste. Pavarësisht që atje kur shkon ti duhet mbarosh janë disa lëndë që duhet japësh sepse konvertohen, është tjetër gjë. Por edhe pse unë kisha diplomën që më njihej, përsëri mora këtë guximin dhe thash, okay, unë kam ardhur tani këtu. Dua të bëj më në fund atë që unë dua dhe ndjehem le të themi e lirë ose jam e rritur mjaftueshëm për të vendosur atë që unë dua. Dhe ishte ai zëri brendshëm që nuk më linte rehat prej shumë kohësh. Po më kujton tani, them shpesh me miqtë e mi në fakt edhe kur më vjen kështu si një siluet e përsëris, sepse vërtet është një situatë shumë e bukur edhe ndonjëherë rastësia është mbreti i gjithçkaje. Isha duke udhëtuar në subway, kur shkon në fillim do të njifesh me ambientin ku je, me lagjen ku jeton, një vend jashtëzakonisht i zhvilluar, dhe ti je një grimsërëre në atë le themi në të det të madh, edhe që ti nuk e di se çfarë të pret. Janë ato dallgët që vinë të përplasin edhe por ti duhet të jesh e fortë. Dhe shikoj duke ishte ajo rrezja e parë mbas një dimri të ftohtë, rrezja e pranverës, e diellit, që trokiste ai xhami i subway dhe tek po lëvizte me shpejtësi, edhe ishte një natyrë shumë e bukur sepse kishin çelur edhe pemët, edhe mbaj mend ato qershit që kishin çelur tek një pjesë, një park i bukur shumë i madh. Dhe mbas kësaj shpejtësie shikoj RCC Institute of Technology of Art dhe vetmja gjë që shikoj është art. Edhe pa marrë parasysh asnjë gjë, sapo është subway ndalet një stacion që se dija ku isha, zbres me njëherë, kthehem edhe duke shkon drejt fjalës art. Patjetër, edhe kthehem pas edhe duke nuk ditur asgjë se ku po shkoj, edhe thjesht duke ecur për të kthyer pas se ku ishte ai vend. E shikoj, ishte një building, një ndërtesë shumë e madhe, më duke një gjë shumë e vogël që shikoja lart, një ndërtesë shumë e madhe. Edhe kur lexova me shumë kreshëri atë thash aty, okay, do futem brenda. Nuk kisha asnjë gjë me vete, thjesht një ide dhe futem brenda për të parë çfarë është. Më presin shumë mirë, ishte një te sekretaria, më drejtojnë tek chair që ishte atje, dhe i them dua të shoh programin, dua të regjistrohem. Aty pastaj filloi, ishte një jetë tjetër. Aty pastaj ishte ai si tush kthesa e madhe dhe shumë e vështirë. Nuk e dija çfarë më priste, realisht. E vetmja armë fort që kisha ishte talenti edhe dëshira për të punuar. Cila ishte vështirësia e parë fare? Po, vështirësia e parë ishte komunikim. Mendoja që dija anglisht, por absolutisht jo. Kur ti shkon atje, ne ishim me ata anglishtën që kishim studiuar këtu, ato essentialat, ato fillimet e parë si gjithë neve. Nuk është se isha keq, por kur vjen në momentet që ti do të komunikosh në mënyrë profesionale, ngecën. Pra vështirësia e parë ishte gjuha, sepse duhet që të përballesh me shumë raste të ndryshme që ti duhet të përballesh edhe nga ana komunikimit. Por e mora veten shumë shpejt, mu desh thjesht 3 muaj, dhe gjuha nuk ishte më problem.
nuk ishte absolutisht problem. U ka përcye, pengesa e parë. U ka përcye, pengesa e parë dhe nuk ishte më problem. Problemi ishte se sa ti do arrish atë stacionin e fundit të subwayt, trenit, që ta kapesh atë vagonin e fundit. Sepse kur shef një vend i zhvelluar kaq shumë, ti thua, unë do arri ndonjëherë, do jem këtu, por asnjë gjë nuk është e pamundur. Kalova këtë vështirësinë, vështirësia e dytë është që a do pranohem unë në këtë universitet apo jo. Si një e padjallëzuar trokas tek dera, me vete kisha një portofolio që e kisha përgatitur, kisha shumë punë që më prisnin në Tiranë, që i kisha punuar prej vitesh. Më drejtojnë tek Çer, drejtoresha e madhe, e cila bënte regjistrimet, dhe ishte artiste shumë e njohur, shumë e mirë. Edhe i drejtoj portofolin në tavolinë dhe mbaj mend që ajo shfletonte, unë thoja, kjo nga që jam artiste mendon që nuk do të më thot më njëherë që shiko se do vish vitën tjetër apo diçka. Ajo shfletonte, unë thosha, po largon, po më largon që po më bën që të mbledh veten, nuk e di. Mbasi mbaroi të gjithë, i pa të gjithë portofolion, mbaj mend që më ka thënë si gruaja gruas, ti do futesh në këtë shkollë, you are welcome, je e mirë pritur. Pa konkurs, por do bësh teste që ishte testi i njohje të përgjithshme me gjeografinë, me historinë, gjuhën, që unë nuk i kisha problem, pasi unë kisha studiuar për sa i përket se më duhej për të marrë pasaportën, dhe për të marrë pasaportën duhet të studiosh, janë një test që ti duhet ta mbarosh përpara se të marrësh. Dhe këto njohuri unë i kisha në vijat përgjithshme dhe shumë të freskëta, nuk është se e kisha shumë problem këtë pjesë. Dhe u regjistrova dhe kur dilja nga dera e Çer që nuk më besoj, shikoja studentët e tjerë nga xhamat e derës që po bënin testin, edhe shikoja të gjithë ishin të fokusuar nga një objekt. Edhe unë mendoja, do shkoj unë aty te ai objekti që vazhdoj edhe unë, edhe drejtoresha që më thot, më drejt, nuk je aty ti. Thash, okej, ishte shumë e çuditshme, okej, pastaj mendova vete, e kalova edhe një. Pra, thjesht u drejtova në zyrat ku jepeshin provimet me studentët cilët kishin kaluar këtë fazë. E mora edhe atë testin, kalove dhe pengesat tjetër. Pengesat e tjera pastaj ishte sepse pjesa më e madhe e studentëve vinin nga një shkollë që kishte mbaruar për arte. Pra vinin nga vende të ndryshme ose studentë që kishin mbaruar një universitet, një fakultet dhe riktheheshin ndoshta për pasion, ndoshta sepse ishte një punë kur një diplomë cilat ndihmonte që të punësoheshe jashtëzakonisht mirë shpejt dhe me fitime vërtet mira për një kohë të shkurtër për sa i përket studimeve. Sepse arkitektura e brendshme kërkohet jashtëzakonisht shumë. Në Shqipëri është një big challenge që mund ta them tani më vonë, sepse nuk njihej. Tani po që njihej. Mbarova studimet. E vetmja, siç thash, ishte thjesht dëshira për punën edhe talenti. Atë talent e zbuluan profesorët e mi, ndërkohë një nga zyshat profesoreshat e mia më mori edhe ndihmëse për të dizenjuar që kishim një librarinë e shkollës. Kjo më ndihmoi jashtëzakonisht shumë sepse e përfitova nga kjo sepse mora njohuri, por mbi gjitha edhe besimin sepse një profesoresh normal që do marrë një student që di të bëj punën apo jo. Sigurisht. Duhet një student i mirë që të heqë punën më së madhe. Të japësh dhe të marrësh në këtë. Pra unë e quaja sfidë edhe që ja dola me sukses. Mbas disa muajsh, pastaj unë u punësova te qendra kërkimore studentore. Duhej një mesatare normal që të punësohesh aty dhe isha edhe studente edhe e punësuar. Kështu që ishte sfidë, ishte lodhje, di të them që ishte luks nëse unë do plija me shumë se 4 orë, vërtet luks. Edhe sot në fakt, po atëherë ishte çik shumë sepse isha nën me 2 fëmijë, shkolla, puna, Se këtu dua të ndaloj një pengesë tjetër, nëse do ta quajmë. Jo pengesë, por ti ishe një vajzë që nuk ishe një vajzë e re, që kishe vetëm veten tënde. Thjesht një studente. Edhe 2 vajzat e tua, dhe si ishte ky momenti për të menaxhuar edhe vajzat, edhe shtëpinë, por edhe pasionin dhe dashurinë për të arritur ato që ti doje. Po, shumë e vështirë në fakt. Nëse shikoje studentët e tjera që vinin, jam lodhur sot, kam dalur gjithë natën, ose isha në librari, lodhet e mia ishin tjetër gjë, ishin që të bënim detyrat me vajzën e madhe, pastaj të voglen që ta ndihmonim, sepse duhet mësonte gjuhën, pavarësisht që do të mëson gjuhën në mënyrë letrare, sepse ato flisin shumë mirë.
e vogla ishte vetëm 6 muajshe kur kemi ikur në Kanada, edhe u rritën, mësua, nuk ishte problem. Problem kishim që t'i mësonim Shqipen. Pra edhe kjo ishte një sfidë. Ishte lodhje, ishte shumë e vështirë, them të drejtën për fat keq, nuk është se e kam shijuar si një studente këtë universitet, sepse isha një nën e cila duhet të përkujdesej për familjen, dhe pastaj të kujdesej për veten, për universitetin që po ndjek, për pasionin, dëshirën, por të them të drejtën, familja ime, bashorti im kanë qenë shtysa dhe ndihma ime më e madhe. Pavarësisht që fëmijët ishin të vegjël, ato më dëgjonin, më kuptonin, madje të shtunave që unë isha në punë, vajzën e madhe merja me vete, i thoja vazhdo atje, merr një libër, bëj sikur je student, lexo aty, përfshiu mama i thoshte, edhe vërtet edhe ajo përfshije e kuptonte shumë, u rritën ndoshta më shpejt se ç'duhet, dhe pastaj mbasi mbaronin punën, thonim hajde t'ikim tani diçka të mirë. Nuk ishte vetëm thjesht që për të punuar edhe për të fituar librat apo për të jetuar. Ishte më shumë edhe një stimul për të përballur me jetën atje, për të përshtatur dhe për të vijuar ditët që janë të një pas njëshme dhe shumë të vështira, por si që thash, ja del. Pastaj një sfidë tjetër ishte që të arrije të mbaroj këto studime duhet që ti të merje bursë, dhe që të merje bursë duhet kishe rezultate të larta, mund të them të A ose A+. Ajo ishte një sfidë e madhe sepse më duhej shumë kohë. Gjuha pavarësisht që isha mirë, nuk ishte në krahun tim që të më ndihmonte, sepse në momentet që unë doja të shprehesha, ishte një kanadez që shpreh imediat në një herë, edhe por ishte ndihma e shumë profesorëve, pedagogëve, të cilët më kanë njoftë, më kanë vlerësuar, e kanë parë ndoshta edhe talentin dhe dëshirën që punoja jashtëzakonisht fort, dhe që më mbështesnin, edhe kur shikonin këto gabimet e gramatikës dhe kështu thoshin, unë ne të vlerësojmë jo vetëm për punën, por edhe ti merr fjalët nga gjuha jon, i përcjell në gjuhën shqipe, gjuhën tuaj. Është më e vështirë dhe pastaj e kthejnë. Pra ne të vlerësojmë edhe për këtë fakt. E kështu është vërtet. Unë notës në pjesën më të madhe i mbaja në shqip, gjysmë anglisht, si të vinte sepse ju dini shumë mirë në studentët shkrimi e dihet se si është, thjesht për të marrë një ori më shumë. Kështu që arrita edhe mesataren, mora edhe bursën dhe mbarova studimet. Në fund pastaj dola në president list tek nxënësit, 5 nxënësit më të mirë të grupit. Aty pastaj ishte shumë emocionuese, sepse thash ja dola mes shumë vështirësive. Dhe këtë ju a them fëmijëve jo për të mburur, po për t'i thënë që nëse doni me arrit diku atë që dëshironi, vetëm me punë. Me asnjë gjë tjetër nuk e arrin. Dhe nuk duhet të heqësh dorë asnjëherë nga ajo që ke dëshirë dhe që është brenda teje. Duhet luftosh për ta arritur. Tani, sa vite që ndruat Nil në Kanada dhe si ishte vendimi pastaj për të kthyer? Pa shumë vetë ma kanë bërë këtë pyetje e rit. Kemi ndetur, më të them, diku tek 8-10 vite, sepse kemi ardhur, kemi lëvizur. Kthimi ishte i vështirë. Të them të drejtën, e kam patur shumë më të vështirë kur jam rikthyer. Realisht e them këtë. Sepse para dega që unë kisha bërë nuk njihej. Shkolla që kisha bërë unë kisha shkputur dhe ishte shumë e vështirë të rikthehesha në punën që kam patur. Ishte edhe mendësia pastaj. Ndoshta erdha më pak e bllokuar. Domethënë të shkosh nga një vend në zhvillim në një vend shumë të zhvilluar, të rikthehesh përsëri, ishte pak le të themi si goditje, ato muajt e parë. Pastaj unë normalizuam, isha e lumtur që isha mes familjes, isha e lumtur që isha me prindrit e mi, ato kishin nevojë për mua, isha aty, dhe mendova këtë, nëse fëmijët e mi duan të studiojnë jashtë, apo duan të zgjedhin vendin që janë rritur, le të themi, mund të jetojnë. Mundësitë sot janë, dyert janë të hapura, ai që ka dëshirë të ndjek pasionin, siç e tham, mund t'ja dalë, kështu që nuk ishin të mbyllura dyert siç i kishim ne dikur, pra mosha jon. Kështu që e pash në këtë prizëm. Pra gjithmonë mundohem të marr anën pozitive të qës. Si gjithmonë. Edhe një gjë që dua ta bëj evidente dhe e them gjithmonë kur jam në takime me ty, që çfarëdo lloj vështirësie të ketë kaluar Anila në jetën e saj, syt vazhdojnë të shkëlqejnë po njësoj. Po. Nuk e ke humbur këtë pjesë. Patjetër, të falenderoj. Thash pra, është që nga baza,
Pra jemi rritur me shumë dashuri, pavarësisht vështirësive ekonomike që kanë kaluar prindrit e të gjithë prindrit në atë kohë. Unë kam qenë, mbaj mend, ime më thot kur ishe e vogël të ishe në Djep kur ra tërmeti për shumë, në 79-ën. Njerëzit jetonin në çadra, ashtu jemi rritur, me shumë vështirësi, pa ama ishim të lumtur. Sot i kanë të gjitha të mirat dhe prapë është ajo konkurenca. Sot janë hapur dyert, janë hapur dritaret, ka shumë mundësi, por shikoj që është shumë vështirë e shoh që ndoshta të rinjt i duan gjërat gati, ndoshta edhe ne, mosha jonë. Edhe ndoshta jemi lodhur, ndoshta edhe të rinjt nuk duan të lodhen siç jemi lodhur ne. Është e gabuar apo jo, jeta do të tregojë gjithsecili vesh këpucët e tij, ecë me këpucët e tij. E drejtë. Tani dua të ndaloj pak tek historia jote e dashurisë me bashkëshortin, sepse u morëm me pjesën e shkollës fillimisht dhe dakord, ike në Kanada, po ike tani më si një grua e martuar me 2 fëmijë. Por si e ka njohur Anila bashkëshortin? Dhe si ka qenë ai momenti kur tring ta bëri zemra, po e them ma bëri zemra. Po, ma ka bërë këtë herë, ma ka bërë. Ne jemi njohur që fëmijë në fakt. Ne kemi qenë në një lagje, prindrit tanë njifeshin, loznin bashk, jemi rritur bashk, edhe kështu që unë kam gjithë jetën me njeriun tim të zemrës. Kam gjithë jetën edhe është miku im më i mirë, realisht e them këtë, është mbështetësi im më i mirë, është kritiku im më i mirë. Pa të realisht unë ndoshta nuk do isha këtu. Ka qenë një mbështetje e shtys shumë e madhe nga ana emocionale, sepse në kohë që unë isha emigrim, bashkëshorti ishte në punë në një projekt me tuaj në Shqipëri, unë isha vetëm me 2 vajzat andej, pra i duhet vinte, tikte, plus që teknologjia nuk ka qenë siç është sot këtu, edhe ti mund të rrije me javë, ndoshta pa folur, pa komunikuar, por është ajo dashuria e madhe dhe qoftë dhe largësia nuk i ndan 2 njerëz që duhen, është ajo energjia që ti e merr me vete dhe e përcjell. Duke qenë se jemi rrit me dashuri edhe familjen time mundohem, nuk mendoj që jam një mami perfekt, po mundohem të jem një nën perfekte, edhe komunikojmë shumë. Mbi të gjitha është komunikimi në çift edhe mes vajzave. Në çdo gjë e flasim me njëri tjetrin. Ne çdo gjë e diskutojmë. Madje ndonjëherë nëse nuk diskutojmë, marrim vërejtje. Kështu që duam s'duam. Është dashuria jetës time, realisht. Jam e lumtur që e kam në jetën time, besoj edhe në jetën e tij. Do të them diçka tani. Po. Para se të vija këtu ke ju, ne pim çdo mëngjes kafen bashkë. Edhe vjen një gocë e vogël, kishte disa trëndafila. I merr këtë trëndafilin, thotë, trëndafili, dranofilet janë për dranofilet. I thashëm, po, ne kemi vite bashk, okej, ke shumë vite që s'ke dhuruar trëndafila. Rastisi pra, se ne burrat nuk janë për dhuruar trëndafila. Janë. Më pëlqej ky gjesti dhe thash, okej, a mund ta shënoj në kalendar sot? Janë këto humoret edhe që kemi batutat mes njëri tjetrit, tani më ne bëjmë rreth 32 vite që jemi bashk. Edhe jam e lumtur, jam e dashuruar me këtë njeri. Edhe shpresoj deri sa të kemi jetë. Dhe the pak më parë që bashkëshorti është edhe kritiku, po them. Pra punët që realizon Nila ja tregon bashkëshortit edhe pret se si do reagojë ai? Ai është njeriu i parë që sheh krijimet e tua? Po, është njeriu i parë sepse ne kemi një studio që jemi ngjitur. Edhe kemi studio modeste. Dhe gjë e parë që vjen, troket në derë, sepse unë duke qenë se jam e fokusuar edhe mund të rëmbem në moment. Po se je në një dimension tjetër. Unë jam diku tjetër, nuk jam aty, vetë fizikisht. Edhe, a mund të, edhe i them, nuk e kam mbaruar, kur të mbarosh? Kur të mbaroj? Edhe vjen, po, është kritiku i artit, edhe madje mban edhe qëndrim kështu, thot, po, këto dritë hijet, ai është ekonomist në profesion. Edhe, po kam mësuar shumë, edhe më pëlqen, thot, ose a e ke mbaruar, ose kur nuk do të tregoj të vërtetë e ke mbaruar, me idenë që ke më punë, ka prap punë, i them, do më lësh të punoj. Por, po, është punët e para, e shikon, kam edhe miq të mi shumë të ngushtë, cilët ju a tregoj punët e mia, dua atë feedbackun që të marr nga miqtë e mi që i kam artist ose dhe jo, nuk ka rëndësi. Mjafton ajo pastërtia me të cilën mua ma thon kritikën, na vlerësimin, këtë vlerësoj më shumë.
Dua të ndaloj pak të dy vajzat e tua, dy yjet. Faleminderit. Momenti i parë, kur u bëre nën për herë të parë dhe si kanë, se gjithmonë e dëgjoj këto, kur është hera e parë që bëhesh nën, ka një emocion që nuk e haron asnjëherë, por a është po aq i fortë emocioni edhe kur vjen një e dytë në jetë? Po, emocioni për herë të parë është emocion shumë natyral dhe ti nuk e kupton. Ndërsa kur në erdhin e jetë fëmija i dytë, emocioni është më evident dhe është më i prekshëm dhe ti e di, e ndjen, e ke prekur atë rrugë, e ke jetuar dhe emocioni është më i fortë. Pra, të qenurit nën me fëmijën e dytë ne jemi përgatit dhe kemi shijuar më shumë. Janë dy pika uji që ne nuk i ndajmë nga njëra tjetra, është normal. Pavarësisht kanë karaktere të ndryshme, duke qenë se edhe kanë diferencë në moshë, por i bashkon janë 8 vite. 8 vite. Por i bashkon mirësia, edhe i bashkon çiltërsia, edhe me vogla për shembull është pak më llastuar, është më kapriço, ose është më ndonjëherë them ndoshta është edhe si më open mind, duke qenë se është rritur në hijen edhe të motrës, pra ka marrë një uri edhe nga një brez që është edukuar nga ne, por që janë më open mind nga që jemi rritur ne, themi atë që është realitet. Dhe është më e fortë, thot, unë dua të mbaroj gjimnazin, dua të shkoj jashtë, të studioj, të jetoj vetëm, e ka këtë që tani do me thënë, dhe mos u prek në qoftë se unë do shkoj të jetoj vetëm, e ka shumë të theksuar, e kanë këtë egon e mirë, edhe ndonjëherë i them, më kujdes, më me kam tokë, të jemi realist, se mund të përplasi jeta aq fort. Por është shumë e fortë si natyrë. Ndërsa e madhja është natyrë e ndjeshme, është e pavarur si njëri edhe ajo në karakter, është e fortë, por ka marrë këtë ndjeshmërinë e mamit. Është më lëzonjare, më ndjeshme si natyrë. E di që të dyja i ke mbajtur afër dhe ke dhënë një ushqim shpirtëror shumë të mirë për artin. Por si e kanë ato sot raportin, edhe di që merren her pas here dhe ti i përfshin. Po. Të dyja pikturojnë, të dyja rreth 8 vite kanë studiuar piano, madje të dyja studiojnë edhe kitar, i pëlqen muzika, madje kur mblidhemi të gjithë si familje fillojmë aty ato instrumentet. Ndonjëherë pianos i fshihen plurat, sepse tani më nuk duan, vetëm thjesht kur bashkohemi gjithë familjarët, edhe mund vjen keq për këtë, sepse kanë studiuar goxha. Por në fakt edhe i ka larguar edhe jeta, sepse e madhja është commercial lawyers, e vogla për IT. Pra, por ka disa projekte që ka kjo e vogla, thot do i kthehem piano sepse më duhet, prandaj them gjithmonë baza është shumë e mirë, shumë primare për të gjithë fëmijët. Kështu që kjo është. Mirë, do ndaloj në këto momente në disa fotografi dhe dua të bëjmë një koment të shkurtër rreth tyre. Jam pak dhe pastaj do të vazhdojmë bisedën më gjatë. Jemi këtu. Në Shkodër. Në Shkodër, në qytetin tënd të lindjes, të shpirtit, sepse ende ke një lidhje të fortë dhe vazhdon të ruash këtë lidhje me Shkodrën, por ke fituar një çmim këtu. Po, ishte tek Fondacioni Gratë Frymojnë Vlera. Isha mes 11 zonjave të nderuar qytetit Shkodrës, ku organizatore, siç e shikoni, është një zonjë e hekur, i them, Farida, e cila ky vit ishte viti 9 e cila organizon. Mendoj shumë zonja më thonin ku ishe më përpara, pse nuk ishe. Mendoj që edhe pjesa e çmimeve ka të bëjë me pjekurinë tënde. Mendoj që tani ishte momenti, edhe e kam vlerësuar shumë, jam emocionu shumë. Ishte një vlerësim që mu bë mbas kaq vitesh që rikthehem në Shkodër, dhe si thuash ishte ai shpërblimi që unë i u dhash prindëve të mi me gjitha lodhje sakrificë që kanë bërë për ne për të na arritur. Kështu që ishte një ndër emocionet më të mëdha dhe ma beso këtë që them që unë nuk kam arritur dot të flisja. Kam filluar dhe nuk kam arritur të vijoj fjalin. Isha shumë e prekur, tek shikoja vajzën time që bënte foto dhe ishte edhe duar trokiste, unë u përlota aty, sepse ishte një rrugtim i gjatë dhe që ato fëmijë, ajo vajzë aty që më filmonte, ndoshta kam lënë një pjesë të mëmësisë pa ja dhënë 100% për të ndjekur ëndrrën time. Kështu që isha si thuash mirënjohje edhe
një njohje pafund dhe detyrim ndaj tyre. Në të njëjtën kohë. Vazhdojmë me fotografinë e tyt në një tjetër moment. Po. Jemi prapë në një moment të rëndësishëm. Jemi në Struk, tek është një event artistik i cili zhvillohet çdo vit. Ishte një ftesë që mu bë, ishte shumë surprizë në fakt. Është karvani i artistëve ndërkombëtar, ku morën vlerësim. Ishte një aktivitet që kam për ta mbajtur më në gjatë, sepse jo vetëm për faktin që mora pjesë përfaqësuese nga Shqipëria, por se u njoha me shumë artistë ndërkombëtar, edhe me kultura të ndryshme, edhe do ngelet gjatë edhe ky event në memorien time. Dhe të gjitha fotografitë që kemi përzgjedhur e kanë të bëjnë pikërisht me rikthimin tënd, në rikthimin në Shqipëri, në vendlindje edhe momentet pikante, po them të thuat. Këtu jemi në Sofia, kemi zhvilluar një ekspozitë, unë isha përfaqësuese nga Shqipëria, edhe ishim në ambasadën e Kosovës në Sofia, aty çelëm një ekspozitë, edhe isha e ftuar mes artistëve kosovar. Isha shumë e lumtur që isha pjesë e këtij karvani artistësh. Është emocion kur takon artistë të rinj, por Shqipëri-Kosovë është një, jemi një gjak. Edhe madje kur po kalonin kufirin që na priti trupi diplomatik, sepse ishte një grup artistësh nga Kosova, edhe shikojnë Anila e Toja, from Albania nga Tirana, po ju këtu, më thash shumë, jemi të gjithë njësoj, gjithë jemi artistë, i kemi një gjak. Edhe kjo ishte shumë event i rëndësishëm edhe vërtet i bukur. Dhe një tjetër moment, do të vazhdojmë me foton e fundit, një tjetër moment i rëndësishëm dhe mbaj mend që kam qenë në studion tënde në këtë periudhë, kur ishte duke u bërë gati pikërisht për një muaj të rëndësishëm, siç është Tetori Roz. Por po të lutem ty tani të më tregosh si u bëre pjesë edhe pjesa jote e të krijuarit një imazh femëror e ndërthurur aq bukur me natyrën, edhe me gjelbërimin. Mora një ftesë nga mikesha ime në fakt, edhe koha nuk premtonte në fakt, ishte një kohë e shkurtër për këtë temë shumë të rëndësishme. Ishte në Gjilan, mora pjesë mes 40 artistëve të tjera nga gjithë rrethet e Kosovës. Ishim 2 përfaqësuese nga Shqipëria, ishte me mua edhe Aurora Strati. Dhe ideja e kësaj pune ishte sepse doja, duke qenë se të sidhja Shqipen, kjo është një lule shqiponja, që na karakterizon gjithë shqiptarëve, jam e sigurt që nëna tona e kanë rritur, ose e kemi pas, ose edhe e ka, është një lule që na përfaqëson shumë mirë, si një shqiponjë, dhe mendova pse jo një siluetë femre, gruaje, që përfaqëson Shqipërinë, por ky mesazh nuk është vetëm për ne gratë e Shqipërisë, por të gjithë ndërkombëtarë, që duhet kujdesemi për veten, se nëse nuk kujdesemi për veten, është si ajo luleja që vyshket, siç e shikon aty që është ai gjoksi i vyshkur. Pra, edhe trupi i njeriu ka nevojë për ta mirëmbajtur, për të kujdesur, si nga ana fizike, edhe shpirtërore, që është shumë ndonjëherë edhe më e rëndësishme. Sigurisht. Mirë, tani do të ndaloj pak tek ekspozitat, dhe ekspozita e parë që ke bërë pas rikthimit tënd, ka qenë ekspozita me titullin Love. Ekspozita me titullin bukur Dashuri. Dhe pyetja që kam unë është kjo. Nëse dashuria do të ishte një dimension hapësinor në punimet e tua, do të ishte një dritë që vjen nga jashtë, apo një zjarr i fshehur brenda, apo të dyja bashkë, se mund të jenë dhe të dyja. Unë do të thoja një zjarë që vjen nga brenda. Por ky zjarri që vjen nga brenda shkëndin e ka nga drita që vjen nga jashtë. Asnjëherë nuk mund t'i ndash, sepse është ajo pjesa e padukshme që lidhet me shpirtin, që lidhet me ndjesinë. E kam titulluar Love Dashuri sepse ishte dashuria për artin, dashuria për njeriu, dashuria për familjen. Është si tush, po ju jap këtë dhuratë të gjithë atyre njerëzve që besuan tek unë, tek arti që unë bëj. Edhe mendoja që ishte edhe më buronte edhe nga shpirti kjo love, kjo dashuri që kam për artin, për njerëzit që më rrethojnë, për njerëzit pozitiv. Kjo ishte ideja që unë kam të ardhur me këtë temë. Më pas vjen ekspozita motive tradicionale.
Çfarë të frymëzoi që të kthesh e ti tek motive tradicionale? Ka të bëjë me grishjen e kujtesës në fëmijëri, me, po them, traditën që mund të kesh hasur që e vogël në Shkodër, si lindi e gjitha? Atëherë, unë kur hapëm këtë ekspozit me një mikeshën time, edhe ajo është artiste, Edlira Arapi, na bën një ftesë në Gjermani, në Bocholt, për të çelur këtë ekspozit. Edhe arsyeja ishte sepse unë doja që të përfaqësoheshim atje me vlerat tona kulturore, me veshjet tona tradicionale. Pra ishte me kast kjo, sepse e kam thënë edhe njëherë tjetër që Gjermanët, Europa e ka njohur artin shumë para nesh. Pavarësisht që kemi patur artistë të mëdhenj që punonin ndoshta edhe fshirën nudën, që abstrakten, por që nuk lejoheshin, flas për kohën e diktaturës. Dhe madje para mendoj që është e hapur akoma në Galerinë e Arteve të Shkodrës, kur shikon janë punë vepra të cilat krahasohen me Picasson, është Koli Dramena me Motrën tone, janë disa punë fantastike që ti thua në atë kohë njerëzit mendonin se si mund të them shportën e javës është shumë moderne si temë, se si të nxirrnin bukën e gojës, ato piktoronin këto nudat, këto abstraktet. Dhe dua të them që për brezin ton, duke qenë se ishim të mbyllur kohë e diktaturës, e lidha me Gjermanët, Europa e ka parë artin para nesh, modern, abstrakt, klasik. Tash pse po shkoj me këto grimsat tona tradicionale, edhe që ti tregojmë edhe botës me kaq mundësi sa kemi, nga kemi ardhur, çfarë kulture jemi. Pra ishte ajo grinda inside në brenda që nuk më linte rehat. Se mund shkoj edhe me abstrakt, mund të përfaqësoje shumë bukur, por doja vërtet që të lija një shenjë. Edhe kjo ka qenë arsyeja. Pastaj ne jemi rritur me tradicionalen. Është tamam ajo gërvishtja e vogël që në fëmijëri dhe që vijon edhe pason edhe unë e di që jeni shumë e vëmendshëm, por unë kam qenë edhe një ekspozit me folk, po me veshje tradicionale. Po. Por dua të qëndroj pak në kjo tradicionale dhe të lidhim pak edhe artin, por edhe interior design, pra arretimin e një ambienti të brendshëm. Dhe në këtë luftën sot për modernizëm, si rrinë dhe si mund të bashkëjetojnë bukur tradicionalja edhe modernia në të njëjtën kohë? A është një sfidë kjo për ty? Po, është një sfidë, edhe më pëlqen që t'ja dal mban mes këtyre sfidave, sepse më pëlqen gjithmonë të lë një shenjë. Një shenjë qoftë edhe në bujtina që kam bërë, në hotelet që kam dizenjuar, si brenda Tiranës, si jashtë Tiranës, si brenda Shkodrës, apo jashtë Shkodrës. Në çdo vend më pëlqen që të marr karakteristikat e veshjeve tona tradicionale, si çfarë do thua, me këtë do thuash ti. Thjesht tek qylimat, tek motive tradicionale që janë bërë, tek jelekët, xhamadanët, i marr ngjyrat që ndisur xhubleta, po themi, dhe nga ato marr shkast dhe arredoj ambientin. Ose krijoj një kënd me tradicionalen. E bashkoj modernën me tradicionale sepse dua që të rinjt tanë mos të venitet kultura dhe tradita jonë. Dua që një turist i huaj kur të kthehet në vendin tonë, kur vjen në vendin tonë, të mësoj nëpërmjet artit, të mësoj edhe historinë dhe kulturën nga kemi ardhur. Ne kemi punimet të jashtëzakonshme për sa i përket punimeve me dorë. Kemi xhubletën, siç e tham, kemi fustanellën, kemi jelekun në Shkodrë, veshjen e dropullit. Përse jo, ato punë janë që s'tem shpeshherë as dizenjatorët apo persona që merren me fashion design nuk arrin dot për të përcjell atë emocion, ato ngjyra që janë përcjell në mënyrë të vështirë, në kushte të vështira. Kështu që prandaj unë më pëlqen t'ja rris vlerën traditës tonë, nga kemi ardhur dhe mos të humbim rrënjët. Një, po them, ekspozit tjetër që Anila ka bërë në 2019, mos gaboj, është natyrë. Dhe pikërisht kjo rikthimi në rrënjë, siç e quan ti, por edhe ti jemi pranë natyrës. A ke ndonjë kujtim të lidhur me fëmijërinë që e ke, po them, transmetuar në punët e tua në këtë ekspozit, edhe si është lidhja jote me natyrën? Unë e di që e ke të fortë, dhe jo pa arsye arratisësh shpeshherë drejt natyrës. E vërtet. Unë e thash që në fillim që jemi fëmijë që jemi rritur mes natyrës, mes detit, mes fushave, mes luleve, kemi
kemi vrapuar, jemi rrëzuar, kemi ditë të ngrihemi. Dhe këto vërtet duken gjërat vogla, por këto të ndihmojnë në jetën e përditshme. Unë me natyrën kam një lidhje të jashtëzakonshme, kam një lidhje të veçantë. Kur dua të frymëzohem, unë marr biçikletën edhe dal nëpër natyrë, më pëlqen që të shoh lindjen, perëndimin, e dua të ajrin që më rreth tek fytyra. Frymëzohem nga çdo gjë që shoh përreth. Ka disa punë madje që e kam fokusuar nga natyra, por e rikthyer në mënyrë moderne. Pra, është aty baza, thima që unë nisem. Ndërsa kur dua të dizenjoj për sa i përket anës siluetës, sigurisht që frymëzohem më së shumti nga silueta e një gruaje. Nëse do të ruaje një ndjesi të vetme nga natyra nëpërmjet artit tënd, si do të ishte? Apo po them, cila do të ishte? Do ishte era e lirisë, do ishte gjelbërimi i natyrës, çfarë? Do ishte rrezatimi. Rrezatimi që përcjell drita tek sytë e njerëzve, tek gjallësa, rrezatimi që përcjell drita që jep jetë. Pa dritë, pa diell nuk ka jetë. Bukur. Po. Në ekspozitën retro, se dua të ndërthur disa edhe momente të rëndësishme. A është retro për ty, Anil, një përpjekje për të ruajtur kujtesën kolektive, apo një koment mbi mënyrën se si ne harrojmë historinë tonë? Po, të dyja bashkë do të thoja, Irit, sepse një artist, nëse nuk... Shtëpia e çdo artisti unë mendoj që është galeria. Dhe ku ti frymëzohesh, ku ti ec përpara, sepse nga kritikat, nga bashkëbisedimet me artistë të tjerë, duke parë punët e artistëve të tjerë, ti mëson, ecën, rritesh edhe vetë. Kështu që prandaj e lidh me të dyja dhe them që një artist pa pjesëmarrjen në një galeri, në evente, është i vakët, nuk është plot jetë. Mendoj që ne marrim energji nga njëri tjetri, mësojmë nga njëri tjetri. Edhe është pastaj ai satisfaksioni që je mes punëve të shumë artistëve dhe ti dukesh si një siluet e padukshme në fakt, edhe që je jeton brenda shumë historive. Unë kështu e shoh. Bukur. Sensitive, një tjetër ekspozit ku prek natyrën femërore, edhe ti e the që është edhe një lloj frymëzimi, edhe femrat janë, po them, edhe njerëz që ty të frymëzojnë, edhe që të lënë një gjurmë të caktuar, por nëse do ta përshkruaje këtë ekspozit si një aromë, si një ndjesi në lëkurë, apo si një këngë, si do t'ishte? Cila këngë do t'ishte? E nisim nga e treta? Po e nisim. Në qoftë se do ishte si këngë, unë do ta titulloja Fladi i jetës. Në qoftë se do ishte si parfum në lëkurën e njeriut, do ishte aromë e trëndafilave. Edhe unë siluet gruaje e kam sjell me rastin e 8 marsit, sepse dhe të pjesa më e madhe, mos them të gjitha punët, kanë qenë tematika ishte, në fokus ishte gruaja. Doja realisht që t'i rrisja vlerën gruas nëpërmjet artit. Arti, në të shumtën e rasteve, arti flet, nuk ka nevojë që edhe ti ta shpjegosh. Ose në shumtën e rasteve shumë njerëz perceptojnë diçka tjetër, ndoshta edhe diçka që artisti ka dashur me thënë diçka tjetër. Kjo është e bukur sepse gjithsecili nga ne merr atë që do, ose përcjell atë që mendon ose që e ka përcjell nga artisti. Edhe prandaj doja që të vija me këtë sensitiv, sepse vërtet gruaja është sensitive, ndjeshme, por ama është edhe shumë e fortë. Është edhe shumë e brisht, është shumë e bukur. Mendoj që tamam është ajo kënga, është bota e meshkujve, por nuk është asgjë pa femrën, pa gruan. Nil, ke hapur ekspozita jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Gjermani, në Kanada. Ku jetë ndjerë, po them, më e vlerësuar? Si është ky raporti i vlerësimit të artistëve në vendin tonë edhe jashtë kufirit? Në fakt, kur e kam ndjerë më shumë është në vendin tim. Në vendin tim... Ke ndjerë ti më shumë emocione? Kam ndjerë unë më shumë emocione, sepse ne jemi më të thjeshtë. Ne artin e marrim ashtu siç ti e përcjell.
është ajo, ndoshta është gjuha jonë, është ajo dashuria e sinqertë. Jashtë, them të drejtën, jemi vlerësuar shumë për punët dhe s'kemi marrë shumë kritika, sepse atje të pranojnë ashtu siç je. Artin nuk është se të shpjegojnë shumë artin që ti ke bërë, thotë, është drejta e autorit, e drejta e artistit për të përcjellë atë emocion. Ndërsa këtu jemi kritik ndoshta edhe për një vit të bërë drejtë, pse është bërë drejtë, pse nuk është bërë. Pavarësisht kësaj, mua më pëlqen më shumë, kam më shumë emocione kur kam çelë ekspozitat në vendin tim. Aq më shumë në Shkodër. Dhe me qënë se ke një dashuri të veçantë për natyrën, do ndaloj tani pak tek stinët, por në një formë dhe do ta bëjmë shpejt. Nëse do cilësoje 4 stinët në art dhe në jetën tënde. Cilën stin do preferoja? Apo si do ta përfaqësoja të gjithën? Si do përfaqësohej vera, pranvera, vjeshta edhe dimri. Kë do cilësoje në momentet e tua pikante të jetës si verë, pranverë, vjeshtë edhe dimër? E kuptoj. Atëherë, unë pranverën do ta cilësoja në hapat e mia të parë të karrierës. Dimrin do ta vendosja në zhvillimin tim si njeri, rritjen time si njeri. Vjeshtën janë të korrat e të gjithë punës edhe lodhjes që kam bërë. Verën është tek qetësia që kam gjetë dhe që kam tani mbas gjithë kësaj pune. E bukur. Edhe, më shpejt se kaq nuk më që përmbledhur. Tani, një gjë tjetër që unë të kam vlerësuar dhe do të vazhdoj të vlerësoj, jo vetëm për artin që të sjell, jo vetëm në pikturë, jo vetëm në arrëtimin e ambienteve të jashtme apo të brendshme, por je një njeri aq kreativ, se në çfarë lloj momenti Anilën mund ta gjesh në studio, ndërkohë që pikturon, mund të sejoj një kollare edhe ta sjell një për arti. Tani të gjitha këto teknikat janë një dëshirë e jotja për të eksploruar dhe të shkosh për te kufive dhe si e ndjen këtë lloj raporti. Është të qenurit kreativ është thjesht buron nga brenda, ndoshta nga dëshira për të bukurën. Për sa i përket anës vizuale dhe këtyre detajeve që sapo thatë për kollaret, unë kur isha shumë e re, kam bërë tamam shkollë për sa i përket rrobaqetësisë. Pra sot quhen stilist, ishim rrobaqes. Unë kam qepur që në fillim të gjitha rrobat e mia vetë, e krijoja kollaret që në atë kohë, e i merja kollaret e timati, i shkepja, i qepja, i lisja, merja komçat nga mamaja, i që edhe bluzave aty nga fundi, sepse aq nuk është se kishte, i rrethoja, krijoja lule. Dhe që atëherë, pra, nuk është thjesht e ndalur ana artistike thjesht tek puna apo tek pasioni. Ajo është e brendshme, unë këtë pasion, pjesën e dizajnit apo të arredimit, unë e kam edhe tek gastronomia. Më pëlqen që edhe tek pjatat që gatuaj, i dekoroj shumë bukur, sidomos shtunave të dielave, më pëlqen. Kam një balkon të vogël që unë kam mbjellur këto erzat edhe këto lulet që unë i përdor tek pjatat dekorative. Frutat nuk i sjell thjesht, por më pëlqen që po i krijoj lule me to. Pra, sigurisht kur kam kohë, sidomos të shtunave të diela, madje im tha thot, në këto thot motër thot që ne ke rregulluar, ne ke gatuar. Pra, është e brendshme, ti o e ke o nuk e ke. Sigurisht, edhe kur e do artin edhe e ke brenda teje, do të shfaqesh në të gjitha format. Mendoj që po. Dhe ti e ke më së biri këtë në të gjitha format e tua. Nil, të pyes pak, a ka qenë dikush tjetër në familjen tënde që ka këtë lloj prirje apo këtë lloj dashurie? I madh në fakt ka pasur dëshirë për artin. Madje më thoshte në rinin e tij e kanë marrë, ka luajtur pjesë në teatr. Edhe thoshte me krenari. Pra, unë mendoj që mund ta kem edhe nga i madh këtë dashurinë, pasionin për artin. Këndonte shumë bukur. Por si duket i ka parë, e ka ditur se e ardhmja aq mendoni nuk është arti, edhe mendoni më shumë për fëmijët, pse jo një shkollë ekonomist, duke qenë se i mati ishte ekonomist. Por
Jo, nuk kemi në fisin ton një person artist. Ja, i doli njëri. Ja, ku jemi. Shiko, artist është fjalë shumë e madhe. Unë do të thoja që unë kam ndjekur ëndrat pasionin tim dhe vazhdoj të studioj, vazhdoj të punoj. Dhe për të thënë që mendoj që është pa limit për sa i përket të mësuarit apo për të arritur aty ku dëshiron. Nuk them që unë mbarova punë tani, kam mbaruar studime dhe po ulem dhe po shikoj çfarë ndodh, çfarë bëhet. Jo, absolutisht. Jam gjithkohën në kërkim, jam gjithkohën në mësimin e programeve të reja, duke qenë se unë merrem me arkitekturë të brendshme, teknologjia ka avancuar, po prapë jemi modest se themi, pavarësisht teknologjisë, kur vjen puna tek arti që shprehet me duar, ju një artiste vetë, piktore, e din shumë mirë, nuk na e merr këtë ndjesin të brendshme, nuk na e merr këto ngjyra që i krijojmë neve, teknologjia që mund printohen, apo mund të thirrësh një punë në I mungon shpirti, sa do të avancojë teknologjia, mungon pjesa shpirtërore, ndjesia, emocioni. Anil, cili ka qenë, po them, projekti më sfidues deri tani, edhe pse? Projekte sfiduese kam pas në fakt, po njëri është tani i fundit. Ishte një, le të themi, një gjithë projekti ishin nga zyra u rikthy u bën hotel. Ndryshim programi. Po, ndryshim programi, në momentin e fundit. Ai ishte një sfidë e madhe, sepse ti duhet projektoje në çdo zyrë, që zyra thjesht janë zyra dhe open space, duhet krijosh ndarje dhe të krijosh dhoma hotel e ri, pra që të presësh turistë të huaj. Aty pastaj ishte një sfidë e madhe, por ja dola. Ja dola është shpallur një ndër hotelet më të mira në Shkodër. Të të njësme pak për dizajnin edhe për mënyrën se si funksionon në konceptimin e krijimit të një arretimi të një ambienti të brendshëm apo si në këtë rast që duhet të ndryshosh çdo gjë. Cilat janë elementet që ke ti parasysh? Pra, gjëja që mendon e para, ka të lidhje me energjinë, ka lidhje me dritën, pozicionimin, çfarë? Atëherë, për sa i përket faktorit dritë, jam shumë në dilemë sepse nuk detyrohet, nuk e ke në dorë ti. Por, në bazë të asaj projekti që kam, unë nisem te koncepti, kam disa pika që unë nisem, që nga vendi ku unë po dizenjoj, pra shikoj rrethin, studioj vendin ku jam duke dizenjuar, natyrën e objektit. Pastaj dal me një thimë, nisem një thimë që nga emri që vendos, pra studioj emrin, historikun, dal me logon, studiohet edhe logo, historiku, pastaj filloj dhe dizenjoj dhe i përshtatem nëse është ambient që ka pranë detit, elementet kryesor të paleteve të ngjyrës janë të detit. Nëse kam në një bujtin në zonë malore, elementet kryesore janë të gris, pra janë ngjyrat, paletet e ambientit që ku unë rrethoj, që të thot elementet drurit, të gurit, pra hekurit, i përshtas. Pra nuk është shumë e vështirë. Mjafton që të përdorësh ato neuronet e tua dhe del në atë konkluzion. Nëse ti do të ishe një vepër artistike e krijuar sërish nga ti, pra e ti përballë vetvetes, çfarë ngjyrash do të mbizotëronin? E para, unë ngjyrat nuk do t'i ndaja, por e bardha nuk është ngjyrë në fakt, por unë veten e shoh një top bore të bardhë. Sepse më pëlqen ajo pastërtia e ngjyrës së bardhë. E dua shumë. Edhe ndërsa për sa i përket mendësisë është bluja, ngjyra blu, ku ti projekton, shikon larg dhe gjen veten, harrohesh. Por ngjyra e parë, nëse do më thuash, është e bardha. Dhe pyetja e fundit fare. Nëse do të kishe përballë Anilën 18 vjeç, çfarë do t'i thoshe? Po, nëse do të kisha Anilën 18 vjeç, do i thoja që e shikon, u rrite, realizove ato dëshira që ke, por qëndro me këmbë në tokë. Jeta vazhdon. Bukur. Unë dua të të falenderoj shumë që ishe me mua. Edhe unë të uroj projekte dhe punë të bukura në vazhdim. Ishte një intervistë shumë e bukur, mes një keshash, pse jo.
e shijova shumë, edhe do ngelet vërtet një, si thuash, unë këto intervistat që më ngelin në zemër janë si ato perla që i bashkojnë një gjerdani dhe që do ngelen gjatë në kujtesën time të varur. Faleminderit. Varur në zemër. Miq, ne kemi ardhur në fund edhe për sot dhe unë këtu mbrëmje dua ta mbyll me një shprehje nga artisti, aktori i njohur Keanu Reeves që thotë: krijimtaria nuk lind nga llogaritja, por nga përvoja, dhimbja, dashuria dhe shpresa.